Selam aleikum hoxh. A do t'i shohim profetët nëse jemi prej banorëve të xhennetit? Allahu të ruajt. Wa aleikum assalam wa rahmatullah. Amin. Allahu I ruajt edhe ju. Zoti I gjithësisë thot në Kur'an: "Wa man yuti'i Allaha war-rasula fa ulaika ma'a alladhina an'ama Allahu 'alayhim min an-nabiyyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Kushdo që I bindet Allahut dhe të dërguarit, ai do të jetë me pejgamberët, me të sinqertët, me dëshmorët, me të drejtët. Sa shok të mrekullueshëm janë këta. Pra, I bindesh Allahut lartësuar, adhuron të madhin Zot, I zbaton urdhrat e Zotit gjithësisë, beson dhe pason profetin alayhis salam, I zbaton porositë e tij. Ky njeri do të jetë në xhennet me kë? Me pejgamberët, me të sinqertët, me dëshmorët, me të drejtët. Elusë Allahun e lartësuar që na bëj prej xhenetlive. Amin.